Mirësit e muajit Rexhep. Muaji i shenjtë i Rexhepit është një shkollë trajnimi nga ana shpirtërore, në të cilën duhet marrë pjesë për t'u përgatitur për muajin e madhnueshëm të Ramazanit. Muaji Rexhep është i mbushur përplot me mirësi. Ai nderohej dhe madhërohej edhe në kohët para-islame dhe ai ka një pozitë të lartë në Islam. Muaji Rexhep është quajtur muaj i shurdhër, sepse në të nuk dëgjohen zhurmat e luftës, se lufta është e ndaluar në këtë muaj. Muaji Rexhep quhet muaji i derdhjes, sepse në këtë muaj Allahu derdh mëshirë për robët e tij. Muaji Rexhep ka një rëndësi të madhe, sepse ai përfshin përmendjen e dërgimit të profetit të mëshirës, profetit Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, dhe gjithashtu përfshin lindjen e të dashurit të Allahut, prisit të besimtarve, Imam Aliu, i biri e Ebu Talibit, paqja qoftë mbi të. Muaji Rexhep është muaji i pastrimit të zemrës dhe shpirtit, është muaji i lutjes, i përuljes, i përkujtimit, i pendimit, i pastrimit nga gjunahet dhe veprat e këqija. Prej lutjeve të profetit Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka qenë: O Allah, na beko në Rexhep dhe në Shaban dhe na mundso të arrijm muajin e Ramazanit. Allahu na i pranof veprat, lutjet dhe adhurimet në këtë muaj të shenjtë të Rexhepit.